Holli i Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit u vesh këtë të njëjtë me ngjyrat kuqezi, ndërsa nxënës të shkollave të ndryshme sollën motive të pasura të traditës shqiptare. Gjatë gjithë eventit, atmosfera u shoqërua nga zërat briljantë të korit. Nxënësit e veshur me kostume popullore risollën elemente karakteristike të trashëgimisë kulturore. Veshja që kam veshur është e krahinës së Kuksit, zonës Topojanit. Është një veshje që është 27 vjeçare, trashëguar bespas brezi. Detajet janë punimi me duar i veshjes së kuqe, jeleku dhe xhipja është punuar, gjitha janë të punuara me dorë. Ju uroj të gjithë shqiptarëve anë mban gëzuar festat e 28-29 nëntorit. Unë kam veshur veshjen e Përmetit, ajo ka të veçantë ngjyrën e saj. Kjo është e qepur me dorë. Sot ky është një kostum i Kuksit, 150 vjeçar nga zona Lumës. Unë përfaqësoj Marigon, ajo që ndis flamurin shqiptar, që më pas ja jep Ismail Qemalit. Kjo është veshja e saj, te kjo veshje mund dallojmë brezin që është ngjyrë floririt. Të vegjilit zgjodhën të ftojnë të pranishmit në një odë burrash, duke përcjellë qëndrimin krenar e Fisnik. Unë vi nga shkolla Nika Dardani dhe kam sjell sofrën e cila për rreth uleshin burrat këm kryq. Këtu ka dy bekun që nëna ime bënte dhallë më përpara. Aty është pusi ujë që neve më përpara mirëmim ujë dhe pimim. Aty sashin ku nëna ime në Vlorë bënte fli. Ne urojmë të gjithë shqiptarët për festën e flamurit. Nuk munguan punime të veçanta artistike, nga piktura e deri te qëndisjet, që përfaqëson historinë e kombit ton. Sot kemi përzgjedhur disa qëndisje të kostumeve popullore të Shqipërisë, të mesme, të veriut, të jugut, të përzjera. Gjithashtu kemi sjellur disa qype me motive tradicionale shqiptare, gëzuar 28-29 nëntorin. Ky aktivitet i programit Art dhe Zeje dhe nismës Shkolla Qendër Komunitare bashkoi 17 shkolla të Tiranës, duke krijuar një atmosferë festive dhe emocionuese, një kartolinë e festave të 28 dhe 29 nëntorit.